Përshëndetje, mirë se erdhët. Sot vetëm të bëj një pyetje përgjigje nga që story që bëra dje, pati goxha interes, të gjithë kishin problemet e tyre në këto momente. Po bëj edhe një lajmërim të shkurtër, me që jemi të mbledhur gjithë bashkë. Atëherë, unë ndikimet e përgjithshme, ato që janë në lidhje me shenjat javoret, i bëj edhe te kanali im YouTube-it, shkoj edhe çdo të hënë në orën 7:40 të mëngjesit, janë tek Zjomi MCN, edhe atje bëj analizën e javës, flas normalisht edhe në lidhje me horoskopin dhe për shenjat. Ndërkohë që kam shërbimet e mia, të cilat janë, ose po kaloj mirë tek lidhjet e drejtë për drejta, bëj disa herë lidhje të drejtë për drejta, siç po i bëj tani sa të mos zgjuaroj, që janë me pyetje përgjigje, përgjigjem pyetjeve tuaja në lidhje me gjendjen aktuale, pra ato çfarë na prekin të gjithëve, jo vetëm një shenjë të caktuar. Dhe bëj dhe lidhje të drejtë për drejta ku flas në lidhje me ndikimet e hënës, që është hëna e plot dhe hëna e re. Këto janë ato standardet e mia, domethënë një herë në javë afërsisht bëj një lidhje të drejtë për drejtë me tema të ndryshme. Ndërkohë që përsa i përket atyre të tjerave që ngelen të pathëna, sepse është e pamundur që të përmenden të gjitha gjërat, pra do kemi karrierë apo s'do kemi karrierë, do avancojmë apo s'do avancojmë, do kemi shtatzan apo jo, do kemi lidhje të reja apo do riktheheti si dashurime të tjera. Tema të tilla, duke qenë se janë shumë personale dhe nuk mund t'i përfshijnë të gjithë, ato për to mund të merrni shërbime që janë analiza hartës personale, mund të gjejmë ashendetin tuaj, orën tuaj të lindjes, në qoftë se nuk e dini, në qoftë se e dini orën tuaj të lindjes, mund ta gjeni shumë thjesht ashendentin, mjafton që të futeni në Google të shkruani ashendenti ose harta natale dhe i gjeni në shumë faqe interneti ku mjafton që të fusni të dhënat tuaja dhe mund të gjeni edhe ashendentin me dosë të tjera planetare, mos e bëni në ChatGPT sepse i nxjerr të gabuara. Ndërkohë që në qoftë se nuk e din orën e saktë të lindjes, unë që shërbim që këtë e jap është një shërbim me pagesë, një lloj siç është edhe analiza e hartës së lindjes, që është goxha e detajuar për ata të cilët nuk e din se çfarë është harta e lindjes. Kjo faktikisht është një pyetje që më vjen shumë shpesh, prandaj edhe po dua ta them. Atëherë, harta e lindjes është e bazuar në momentin kur nuk kemi lindur. Faktikisht astrologjia kjo është, domethënë analiza e hartës së lindjes. Ajo është ADN-ja jonë qiellore. Është, le ta themi në këtë mënyrë, në momentin kur ne lindim, momentin që lindim, arrim në tokë, pra, ka një vendosje të caktuar të gjitha planeteve në qiell. Dhe të gjitha këto kanë një kuptim të caktuar, sepse ka një reflektim të caktuar tek bota në ato momente. Dhe kjo automatikisht, në qoftë se analizohet ashtu siç duhet, na tregon ne se cili është qëllimi i këtij njeriu, cili është qëllimi i këtij individi, cilat janë cilësitë e tij, në kuptimin që do jetë i mirë në paraqitje ose do ketë syt kafe apo e të tjerë, një lloj siç është pra ADN-ja trupor që ne kemi brenda trupin tonë, është një të gjithë në ADN qiellor. Normalisht tek ADN-ja e qiellit ne nuk shikojmë nëse ka syt kafe apo jo, shikojmë se cili është qëllimi i tij në jetë, cilat janë talentet e tij dhe si mund t'i përdorë ato për të avancuar, pra për të qenë i lumtur, se ky është dhe qëllimi. Jam të ikë të merreshev. Okej, mund të shkojmë. Fati mirë, domethënë nuk e dija, unë kam studiuar për astrologji në Turqi, atje është shumë herë, ka shumë më tepër interes dhe automatikisht ka shumë më tepër mundësi për të mësuar, për të zhvilluar në astrologji. Unë kam qenë në një akademi, që ishte Akademia Osan Xhehan, është një akademi e astrologjisë karmike, është vërtet shumë e avancuar, ka mbi 4000 student për momentin, dhe është e bazuar siç e thash tek astrologjia karmike. Ndërkohë që për në Shqipëri nuk mendoja se kishte një interes të madh. Domethënë kur erdha zbulova që pas ka pasur edhe këtu goxha interes. Ka shumë astrolog, është Mary Sheu, siç e tha dhe ju, është Mergjini, kemi Jorgo Pullën, pra ka shumë astrolog, secili, pra të gjithë njerëzit mund ta gjejnë veten e tyre diku, pse jo. Kam bërë goxha postime këto ditë në lidhje me hënën e plot, që ishte këtë hënë. Ishte një hënë e plot vërtet shumë e fuqishme. Videon e saj keni te kanali im YouTube-it.
Te kjo video pra bëra edhe analizën normalisht edhe se çfarë ndikimi do të kenë të gjitha shenjat, mos e shikoni edhe aty. Në këto momente ndikimet e përgjithshme ato çfarë na prekin të gjithë ne, çfarë më shkruat të paktën nga Instagrami kur bëra postimin në lidhje me ose më themi story në lidhje me si ndjem në këto momente nga Hana Plot. Të gjithë më patën shkruar që janë goxha të rënduar. Kemi pasur në përgjithësi një ndjesi pak shumë më tepër emocional, edhe pse ka pasur shumë persona që janë ndjerë më të çliruar fatkse Hana të Plot, ashtu siç ishte unë. Por ka pasur edhe të tjerë që kanë qenë goxha të rënduar, mund të kenë pasur vështirësi për të qëndruar në moment, me më të themi, dhe kjo është një nga problemet që shkaktojnë hënët e plota kur ndodhen tek shenja e Akrepit. Shenja e Akrepit është shenja më e thellë e zodiakut dhe automatikisht na çon neve që të gërmojmë botën tonë të brendshme dhe për këtë arsye mund të dalin në skenë edhe ndjenja të cilat nuk kemi dashur të përballemi e të tjerë. Në këto momente ajo çfarë kemi ose na duhet të bëjmë, çfarë këshillohet që të bëjmë është që të qëndrojmë pikërisht në moment dhe të mos fokusohemi tek ndjesitë negative që mund të na dalin përpara. Nuk po them që ta pengojmë veten tonë që të ndijmë, sepse është e pamundur, bile nuk është e shëndetshme. Çdo gjë negative ose ndjesi negative që vjen në jetën tonë është thjesht për të na bërë ne të kuptojmë se cila është pjesa ku duhet të fokusohemi, ose pjesa jonë që është pak më e vrarë se të tjerat. Por jo të ngelemi aty pra, sepse në momentin që ngelemi aty, atëherë fillojmë të krijojmë një stres edhe më të madh. Futemi më tepër te frika, te paniku, dhe këto janë ndjenja që të cilat ne ulin shumë frekuencën. Në momentin që neve na ulet frekuenca, automatikisht çdo gjë në botën tonë na duket pak më e zymt. Sa më tepër e zymt na duket, atë dhe më tepër tërheqem në jetën tonë. Pra janë gjëra shumë të lidhura me njëra tjetrën. Prandaj edhe në këto momente, ajo që këshillohet është që të lëmë më njanë si zakonet tona që janë toksike, pra po ashtu edhe këto lloj ndjesish që janë negative. Dhe mundohemi që të shikojmë se cili është burimi këtyre streseve ose këtyre problemeve në mënyrë që të zgjidhim ato. Nëse është diçka që mund ta zgjidhim, nëse jo, atëherë të mësojmë të marrim ndihmë, të kërkojmë ndihmë nga ambienti që na rrethon. Ka shumë persona në këto momente që po ndjen vërtet të çliruar, siç e thash, sepse këta janë persona të cilët e kanë bërë atë punën e tyre të brendshme, atë çfarë po flas në këto momente. Prandaj dhe kam të thjeshtë ti kalojnë. Unë do të them disa gjëra sepse kjo është edhe një nga arsyet që doja ta bëja këtë lidhje të drejtë për drejtë. Në këto momente kemi Saturnin të vendosur tek grada e fundit të shenjës së Peshqve. Për ata që më ndjekin rregullisht, mund ta kenë dëgjuar që shenja e Peshqit është goxha problematike. Mund të krijojë në botë, nuk është vetëm në Shqipëri ose nuk është vetëm në një vend të caktuar ose vetëm në një individ të caktuar, mund të krijojë probleme shumë të mëdha në ambient. Këtu përfshihen tërmete, përfshihen furtuna, përfshihet një kohë vërtet shumë e keqe. Nga ana tjetër mund të ndodhi edhe në jetën tonë sociale, që janë edhe manipulime të shumta, falimentime, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me probleme, kriza në jetën tonë shoqërore. Tani të gjitha këto do t'i përjetojmë deri në datën 25 maj. Arsyeja që po e them këtë nuk është për të kryer panik, është në mënyrë që ne ta dimë, pra që kjo po ndodh për këtë arsye dhe të mund të jemi pak më të vetëdijshëm, të mos biem pre e këtyre manipulimeve ose në disa raste provokimeve që do të ndodhin. Ndërkohë që dita që mund të ndihet edhe më tepër, sidomos në lidhje me tërmetet dhe me fatkeqësitë natyrore. Pra kjo do të jetë mund të jetë data 19 maj, sepse dhe dielli atëherë do të jetë në gradën e fundit të Demit dhe mund të kemi edhe një ndikim vërtet negativ në lidhje me këtë pikë. Tek lidhja e drejtë për drejtë që bëra herën e kaluar, ku folë edhe në lidhje me ribashkimet apo kombinimet e shenjave, është një lidhje goxha e gjatë. Atje thash edhe në lidhje me ndikimet që do të janë për tërmetet, ose ku kemi më tepër riskje në lidhje me tërmetet. Dhe me ato çfarë kam studiuar unë, duke qenë se Turqia është një nga vendet e cila është më e prekur nga tërmetet, automatikisht është një nga lëndët të cilat e morën me tepër themele, pra.
Në këto momente, në detin mesdhe ka një trysni vërtet shumë të madhe, sepse pllakat kanë vite që nuk janë thyer. Pra dhe për këtë arsye në detin mesdhe pritet që të kemi tërmete, bile edhe në dje edhe pardje kishte ndodhur, bile edhe sot kishte ndodhur edhe një tërmet përsëri në Turqi. Tani, në detin mesdhe jemi të përfshirë edhe ne, duke qenë se është dhe Adriatiku dhe Joni. Data 19 është vërtet shumë e rëndësishme, nuk do më thënë thjesht një tërmet, ose po e them në këtë mënyrë, që mundësia që të ndodhi një tërmet natyror, pra në natyrë, është pak më ulët, por mundësia që të ndodhi një problem vërtet shumë i madh në shoqëri mund të jetë pak më i lartë. Kjo nuk po them thjesht përsa përket në shkallën e Shqipërisë, pra, në vendin tonë, kjo i përket edhe në botë. Por, arsyeja që Shqipëria mund të preket më tepër, sidomos ata që jetojnë brenda trojave shqiptare mund të preken edhe më tepër, kjo është sepse ne jemi të drejtuar nga Saturni. Dielli jonë është i vendosur tek shenja e Briciapit. Pra, Shqipëria, shenja e Shqipërisë është Briciapi. Për këtë arsye, duke qenë se drejtuesi jonë është në gradën e fundit dhe është pikërisht ai që do të ndikojë në ato momente, ne mund ta ndjejmë edhe më tepër. Tani, unë vura re disa gjëra gjatë tyre zgjedhjeve, të cilat, duke qenë se ishte herë e parë që unë merra pjesë, më të themi, gjatë periudhës së zgjedhjeve në Shqipëri. Vura re një empati, domethënë që njerëzit kanë hequr dorë në një farë mënyrë, dhe kishte edhe në disa vende disa provokime, po shumë të vogla, ose më të themi, të cilat nuk është se u morën shumë për bazë. Kjo e gjitha mund të ndryshojë nëse nuk jemi të vëmendshëm, pra provokimet mund të i kalojnë skajin dhe në ato raste, domethënë gjithë njerëzit, ata të cilët nuk e presin, mund edhe të bien prej këtyre provokimeve. Për këtë arsye po e nënvizoj që data 19 është goxha e rëndësishme, dhe për këtë arsye do t'ju këshilloj të gjithëve që t'jemi pak më të vëmendshëm, pak më tolerant dhe mbi të gjitha të mundohemi t'jemi më empatik, pra të kuptojmë dhe ndjenjat dhe emocionet e të tjerëve. Dhe kjo është një këshill për të gjithë ne. Faktikisht që të mundohemi që të krijojmë një farë shoqërie, një lloj, pra frymën e komunitetit, sepse vërtet që është goxha e ulët. Më sa kam vënë në këtë Shqipëri. Po marr disa pyetje nga ju. Për rikthimet, po e përsëris edhe një herë, gjitha rikthimet, analizat e shenjave, analizat e lidhjeve të caktuara shkon kjo me kjo, në qoftë se ju nuk i gjeni tek videot që unë bëj kështu të drejtë për drejta, domethënë që janë tema shumë herë më delikate dhe janë tema shumë herë më specifike, të cilat unë mund t'i bëj vetëm ose mund të jap informacione vetëm në bazë të hartës tuaj personale. Prandaj edhe për këtë arsye, në qoftë se dëshironi të dini diçka më tepër se këto që unë po ja ofroj në mënyrë për të shërbyer shoqërisë, pra komunitetit, atëherë mund të merrni një konsult. Konsultat e mia janë shërbim që janë me pagesë. Këto janë pa pagesë, që unë i bëj lidhje të përdrajta përgjigjet e pyetjeve që ju bëni në këto momente, ndërkohë që ato që janë personale dhe automatikisht janë me pagesë. Pas kemi pyetur për hënën e re, jo, kjo nuk është për hënën e re, për hënën e re do ta bëj javën tjetër, është një hënë e re në shenjën e binjakëve. Është pak a shumë mbyllja e këtij cikli që po jetojmë në këto momente, në kjo ndjesia shumë e rënduar që kemi në këto momente, do të mbyllet me hënën e re tek shenja e binjakëve, do të jetë një hënë e re më pozitive. Do të futem në një fazë pak më pozitive, më të themi, sepse dhe Saturni do të ketë kaluar tashmë tek shenja e Dashit, do të jemi pak më ndryshe. Do të jemi më të çliruar, më të themi. Edhe pse nuk mund të them se është shumë pozitiv ndikimi i Saturnit tek shenja e Dashit, sepse bëhem vërtet shumë agresiv. Është sezoni me provime, po nëse keni studiuar, po, shumë mirë. Është varur komplet nga individi, domethënë. Të gjitha ndikimet që kemi në lidhje me shenjat mund t'i gjeni te kanali im i YouTube-it, mund t'i gjeni te
faqet e programeve të ndryshme televizive tek cilat unë shkoj. Për shembull këto mujore i kam bërë tek në shtëpinë tonë, isha te Talk Channel, mund ta gjeni aty. Shkojnë shumë shpesh njerëzit, domethënë që cila shkravitja që duhet t'i dëgjojmë lidhjet e drejtë për drejta, do të dëgjoj ascendentin apo do të dëgjoj shenjën time të diellit. Këtë po e them në këtë mënyrë, në lidhje drejt për drejta që unë bëj, bile edhe te kanalet e ndryshme televizive ku shkoj, ajo çfarë bëj është që bëj një përshkrim të përgjithshëm. Domethënë bëj një analizë të përgjithshme, si ndikojmë të gjithë që kjo është numër 1, gjithmonë është 1. Sepse kjo domethënë që ndikon natyrën, dhe ne jemi pjesë e natyrës, jetojmë apo si jetojmë në apartamente, domethënë ne jemi pjesë e natyrës, dhe automatikisht ndikojmë të gjithë, sepse ndikohet natyrë. Pra siç e thash pak përpara që mund të ketë tërmet. Nëse ka tërmet, do ndikojmë të gjithë automatikisht. Kjo është pjesa që duhet të dëgjojmë gjithmonë, është 1. E dyta është gjithmonë ascendenti. Ascendenti është më specifik, sepse sipas saj radhitet edhe harta, pra është piknisja, aty ku fillon harta e lindjes. Për këtë arsye të gjitha parashikimet që bëhen në bazë të ascendentit. Ndërkohë që dielli vjen pas kësaj, pra shenja juaj e zodiakut, aty dita që keni lindur, ajo është, le të themi në këtë mënyrë, ascendenti është 60%, ndërkohë që shenja e diellit është 40%. Normale që të dyja janë të rëndësishme, sidomos në momentet kur themi që ky planet është i vendosur, për shembull, tani Saturni është i vendosur tek shenja e peshqve. Automatikisht të 4 shenjat që janë të ndryshueshme janë të ndikuara dhe negativisht, sepse Saturni është një fuqi që neve na pengon. Është planeti i cili neve na krijon sfida, ne krijon provime të ndryshme në mënyrë që ne të evoluojmë. Asnjë gjë nuk është e keqe pra në natyrë ose në sistem. Ka një arsye sepse ndodh. Dhe në këtë rast, arsyeja që Saturni na jep provime, nxjerr provime në jetën tonë, është për këtë, është në mënyrë që ne të evoluojmë, të kuptojmë pjesën tonë, të rritemi e të tjerë, gjë që nuk po mbarojmë dot të bërim. Zamira, e kuptoj që me këmbgulje do të marrësh përgjigje personale, por po e ripërsëris. Kjo është një lidhje drejt për drejt ku ka shumë njerëz. Nuk është një konsult personale e juaja. Prandaj edhe pyetje të tilla mund t'i përgjigjem vetëm gjatë konsultave. Pra, djali juaj, ju vetë, kur do shkoni, do ktheheni nga Amerika e të tjerë, këto të gjitha mund të përgjigjem vetëm gjatë konsultave personale. Ndërkohë që ky si shërbim publik që unë po bëj në këto momente është për të dhënë një uri të përgjithshme, ato që na prekin të gjithë ne. Faleminderit për mirëkuptimin. Vazhdimi për akrepin e keni tek është edhe kjo. Kjo është një pyetje përgjithshme, po them për lëvizje planetare, nëse si ndihemi në këto momente. Dielli është tek Demi, normalisht do të kishim krijuar një farë stabiliteti, ndërkohë që me stadion gjithë njerëzit janë për tokë, domethënë nga ana materiale. Për shembull, tema të tilla po më interesojnë. Nëse dëshironi, domethënë është një temë në të cilën mund të diskutojmë. Pse këtë vit për shembull ndryshe nga çfarë duhet të ishte gjatë periudhës së Demit, edhe pse duhet të kishim një farë rregullimi nga ana materiale, në të vërtetë edhe shpirtërore kemi një rënim të plotë. Kjo është një temë shumë interesante, me që e hapa për i përgjigje. Atëherë, në këto momente kemi shumë vendosje tek shenja e dashit. Do kaloj bile dhe Saturni tek shenja e dashit. Shenja e dashit është shenja e parë zodiakut dhe kjo do të thonë që ne jemi vërtet shumë kurioz dhe kemi nevojë për të provuar gjëra të reja. Automatikisht është një shenjë zjarri, domethënë nuk rrim dot në vend. Kjo është dhe arsyeja që edhe pse dielli vetë ka kaluar te shenja e Demit, neve kemi gjithmonë nevojën për diçka, por se çfarë është kjo diçka nuk e dim as vetë. Prandaj edhe mund të kemi tendencë që të provojmë shumë gjëra dhe kjo na lodh. Mund të kemi edhe jemi pak të pangopur. Kur jemi të pangopur, automatikisht domethënë mund të bëjmë zgjedhje të gabuara, jemi shumë impulsiv. Dhe siç e përmenda, jemi edhe në atë fazën shumë
apati, domethënë që nuk dijem asnjë gjë, sepse mund të jemi përballur, jo mundet, po jemi përballur me vërtet shumë probleme, jemi përballur vërtet me shumë sfida, mbaroi pandemia, filloi diçka tjetër, një lojë e tmerrshme që po bëhet midis Amerikës dhe Kinës, ndërkohë që ne gjithë njerëzit po shikojnë në kupton se çfarë po ndodh. Tani faktikisht, unë vetë si individ jam person i tillë që kur shikoj një teatr të tillë, gjithmonë kthehem dhe mundohem të shikoj se çfarë po ndodh mbrapa skenës. Në këto momente ka probleme vërtet shumë të mëdha të cilat kanë ngelur të pazgjitura. Ka një luftë e cila ka plasur në gjithë botën. Ka një pangopsi, më mirë të themi, tek njerëzit. Dhe kjo është përkthyer komplet vetëm në konsumim pa mas. Ndërkohë që gjitha këto vendosi, që siç e përmenda tek shenja e dashit, vazhdon të shtohen më tepër. Në këto momente, tek shenja e dashit kemi Venusin, i cili është planeti i dashurisë dhe i mirëqenies. Dhe vetë Demi është i drejtuar nga ky Venus. Për këtë arsye, ne në këto momente, në vend që të krijojmë siguri në jetën tonë, përkundërzi po harxojmë. Në vend që të krijojmë një stabilitet ekonomik, një stabilitet shpirtëror, ne përkundrazi vazhdojmë që të jemi në kërkim. Dhe ky kërkim nuk e dim dhe vetë nëse çfarë është. Pak më tepër në këto momente që edhe Saturni ka kaluar te grada e fundit e peshqve. Peshqet janë shumë kanë natyra e peshqve, domethënë se peshqve nuk po them se janë ata si individ kështu, por natyra e peshqve mund të jenë pak dembel për tac, sepse duan që, domethënë, shkrihen shumë, i largojnë shumë përgjegjësive. Nuk po them që individët që janë tek shenja e peshqve janë të tillë, po them që natyra ose energjia e peshqve është e tillë. Prandaj edhe një planet, siç është Saturni, i cili është planeti i përgjegjësisë, kur kalon tek peshqit, automatikisht ne bëhemi të papërgjegjshëm. Dhe duke u shtuar këtu nevoja për të ngopur, për të pasur gjithçka e të tjerë, automatikisht bie një kontradikt me veten tonë. Kjo neve na krijon një gjendje shpirtërore shumë të ngarkuar. Ndjenjat mund t'i shprehim ose mund t'i shprehim ashtu siç duhet. Okej, tani kaloj për shembull Merkuri tek shenja e Demit. Kjo normalisht e bën pak më të stabilizuar. Për shembull marrëveshjet që mund të bëjmë në tregti janë më stabil e të tjerë. Por përsëri, domethënë, jemi në një energji vërtet shumë të zjarrt. Vazhdojmë që të jemi shumë agresiv, sepse edhe Demi, siç e përmenda, është drejtuar akoma nga Venusi që është tek shenja e Dashit. Pra vazhdojmë që të jemi të ndikuar nga Dashi. Tani, në botë po ndodhin këto, por ne në Shqipëri si ndikohemi? Ne në Shqipëri ndikohemi edhe më keq. Pse? Sepse hëna jon është tek shenja e Dashit. Kur hëna është tek shenja e dashit e një populli, domethënë që janë shumë impulsiv, domethënë që janë gati për luftë, janë vazhdimisht domethënë në mbijetesë. Dhe kjo është edhe arsye që në Shqipëri, domethënë, ne gjithmonë mund të gritsemi shumë me njëri tjetrin. Jemi luftëtar, domethënë. Kjo na bën mirë sepse ne vetë si individ mund të rritemi shumë, mund të zhvillohemi shumë, jemi shumë të zgjuar të tjerë, sepse jemi shumë kurioz. Por kur vjen puna nga ana tjetër për të krijuar një farë komuniteti, për të krijuar një farë sigurie e të tjerë, kjo është pothuajse e pamundur. Okej, nuk e di, mund ta shpjegoj. Nëse edhe ju nëse nuk u mërzitet duke më dëgjuar. Apo një temë që më intereson të prandaj. Sa duket, e kam folur për më vetë. Jemi bërë grinda vetë. Pra, jo është natyra jonë. Shqiptarët kështu janë, si natyrë janë grinda vetë. Domethënë, kur kemi vendosje të tjera që na i zbusin këtë, okej, në rregull, po në këto momente nuk ka asnjë vendosje që na i zbut këtë. Prandaj jemi shumë grinda vetë. Vërtet që grindemi me leckat tona, domethënë. Unë u çudita, po e them shumë sinqerisht, u çudita dhe u lehtësova, dhe këtë do të pranoj që gjatë zgjedhjeve nuk patëm trazira, domethënë, sepse ishte gjendje shumë e agrevuar, kishim shumë vendosje tek shenjat e zjarrit dhe kjo na bën ne vërtet shumë më tepër agresiv, siç e thash, kemi hënën aty. Përshëndetje, si jeni? Eglantina Leskoviku? Unë jam me origjinë nga Leskoviku. Nëse kam me faktikisht të marrim domethënë në temën që sa po folëm, kemi edhe nuk
kurse se jemi pa shpresa, domethënë. Faktikisht viti 2025 mund të them që do të filloj duke filluar nga qershori. Atëherë do të kemi një rehatim shumë të madh, domethënë, sepse Jupiteri do të kalojë tek Gaforia. Jupiteri tek Gaforia ndihet mirë, ndërkohë që te binjakët nuk ndihet fare mirë, kemi një vit domethënë që jemi nuk dim edhe se çfarë bëjmë. Jo vetëm për binjakët, por për të gjithë ne. Është një energji që në vend që të na mbronte, të zironte fatin e të tjerë, Jupiteri gjatë kësaj periudhe vetëm na ka prishur punë, vetëm ka shtuar manipulimin, ka shtuar këtë luftën që ekziston midis klaneve të ndryshme, është thelluar shumë më tepër dualiteti e të tjerë, pra nuk e dim edhe ne vetë se ku qëndrojmë. Por me kalimin e Jupiterit tek shenja Gaforës do të rahatohemi të gjithë. Normalisht shenja që do rahatohen më tepër janë shenjat e ujit, Gaforia, unë jam shumë e lumtur, Akrepi do rahatohet goxha, sidomos domethënë në lidhje me çështjet e zemrës dhe në lidhje me kuptimin që kanë në botën, që se kemi pasur një fanatizëm të theksuar gjatë kësaj periudhe ose pengesa të theksuar gjatë kësaj periudhe, me kalimin e Jupiterit tek Gaforia do të jenë shumë më pozitiv. Ndërkohë që shenja që do të ndikohet më pozitivisht se të gjitha të tjera do jetë Peshqit nga qershori tutje, Saturni do ketë mbaruar rrugën e tij më së fundit. Dhe siç e thash edhe Jupiteri do ketë kaluar tek Gaforia, që kjo domethënë dhe për çështjet e zemrës, në fatin në përgjithësi e të tjerë, këto do jenë do kenë një rritje goxha të madhe. Ka ndonjë datë? Po, është në datën 9 qershor do kaloj Jupiteri tek Gaforia. Grata e fundit e binjakëve edhe ajo sjell kriza, domethënë do jetë rreth një javë aty. Data 9 pra do jetë, duke filluar nga data 2 deri në datën 9 do jetë grada e fundit e binjakëve, sjell kriza, por nga ana tjetër mund të sjellë edhe një shkëlqim të madh, domethënë që sa arrim që ta përdorim. Për shembull ata që janë tek shenja e binjakëve, gjatë atyre datave, bashkë me krizat mund të vinë edhe surpriza të mira, domethënë dhe mund të shtohet edhe fati, mund të dalë në oportunitete të shumta në çdo fushë për binjakët, nuk është një që caktuar. Për dy shenjat e tjera të ndryshueshme që janë Virgjëresha dhe Peshqit, për ta mund të kemi surprizë në karrierë, për shembull, për Virgjëresha mund të kemi një rritje të menjëhershme në karrierë, te kalimi i pengesave të tjera. Ndërkohë që për Peshqit, probleme financiare, problemet në lidhje me familjen e tjera, këto menjëherë pothuajse zgjidhen. Po them, nuk është të thënë që do vi me kriza, domethënë. Dhe njerëzit mund t'i keq kuptojnë, mund të heqin dorë, domethënë, edhe nga puna që kanë bërë deri në ato momente, kjo është arsye që po e them që ato ditë nëse dilni një sfidë përpara, mundoni që t'i zgjidhni. Shenja tjetër që është e ndryshueshme, që është shenja e Shqiptarit, ajo ka një ndikim edhe më pozitiv, sepse është vetë Jupiteri, domethënë, që do vendoset është një fiks që quhet Polaris. Dhe ka qenë dikur ylli i veriut, ose më thënë ai që ndiqej në harta. Dhe ndryqon shumë, na ndryqon rrugën, dhe në ato momente, duke qenë se drejtuesi i tyre do të jetë i vendosur mbi këtë yll fiks, që është Polarisi, pra, mund të kemi zbulime të shumta edhe në lidhje me mjekësinë, mund të kemi rregullime të ndryshme, kurse për shqiptarin vetë, domethënë, mund të thotë martesë. Shumë, tak, pothuajse më jashtë. Hëna në binjak. Hëna nuk merret parasysh në këto, domethënë. Nuk merret parasysh gjatë shpjegimeve ose gjatë parashikimeve. Por kur flasim për shembull për hënën e re ose për hënën e plot, që unë i bëj ato lidhje të përdita, atëherë do t'ju këshilloj që ta dëgjonit edhe atë si shenjë, sepse aty do jetë pikërisht aty ndikimi ku do të mund të thellohet, ose ku mund të ndikoheni pak më tepër. Ascendenti i parë, dielli i dytë, ose më themi si fillim, ndikimi i përgjithshëm, Nishi, pastaj ascendenti, pastaj dielli. Po flas edhe pak për ndikimet që janë në këto momente për 4 shenja të ndryshueshme, për 4 shenja fikse, më marr mbrapsht pak rëndësi ka. Shenjat fikse janë Demi, është Luani, është Ujori dhe Akrepi vet. Tani, këto ishin shenjat më të ndikuara nga kjo hënë e plot, automatikisht sepse ishin dhe shenjat fikse.
tek demi kishim diellin, tek akrepi kishim hënën. Si u ndikuan këta? U ndikuan vërtet tërmete të pafundme, domethënë, në botën e tyre të brendshme, në jetën e jashtme, në anën ekonomike, në lidhje e të tjerë. Nuk janë negative. Në këtë rast tërmetet ishte thjesht për të vendosur tokën ashtu siç duhej. Këtë më duhet ta analizoj. Ky hënë e plot, domethënë sado që ishte shumë e lodhshme, sepse ka një energji shumë të rëndë, krijoi themelet për një jetë vërtet shumë stabil për këto shenjat, domethënë. Kemi vendosin e Plutonit, e kam përmendur shumë shpesh. Plutoni është i vendosur tek shenja e ujorit. Shenja e ujorit është shenjë që automatikisht do ndikohet më tepër, po të katër këto shenjë që sa përmenda, shenjat fikse, do të jenë ndikuara për 19 vitet në vazhdim në angelën tani, sepse nuk janë më 20. Pra, për 19 vitet në vazhdim, 19,5. Kjo do me thënë që çdo gjë që nuk është e shëndetshme në jetën e këtyre personave që kanë diellin pra tek këto katër shenja, edhe ascendenti, e njëjtë që të vleshme, do të kenë gjithmonë ndryshime të vazhdueshme derisa të gjejnë rrugën e tyre. Derisa. Domethënë, është ma mendojnë në këtë mënyrë. Uji ka lindur në burim dhe po shkon drejt detit. Në mënyrë që të gjej rrugën më të shkurtër, domethënë, ose të gjej rrugën e vet, do përballet me shumë probleme, do përballet me shkëmbinj, do përballet me pemë të rrëzuara e të tjerë. Por se përfundim ai do arrijë, domethënë, do arrijë në det. Dhe deti është pika ku duhet të arrijë, domethënë. Në këto momente ka një periudhë 19 vjeçare që ka ngelur tashmë shenjave fikse, që është Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori. Këto janë katër shenjat fikse që gjatë 19 viteve të ardhshme do të gjejnë rrugën e tyre. Kjo është diçka e lodhshme, por shumë pozitive. Këtë sapo e kaluan, këtë si fazë, domethënë, ishte një fazë pak më e shkurtër për shenjat kardinale, ishte 17 vjet. Shumë e shkurtër, jo, 17 vjet. Shenjat kardinale është Dashi, Gaforia, Peshorja dhe Birciapi. Këto sapo e kaluan këtë fazë. Dhe unë jam një nga ata. Gjatë tyre 17 viteve, po e them në këtë mënyrë. Unë kam ndryshuar shtete, kam thënë shumë shpesh, por përsëris domethënë, duke qenë se shumë interesante, dhe më duket vetë interesante. Kam ndryshuar shtet, kam ndryshuar profesion, kam ndryshuar komplet jetën time rrënjësore gjatë këtyre 17 viteve, mund ta kem ndryshuar mbi 20 herë. Kam ndryshuar vendin ku jetoj, kam ndryshuar njerëzit që frekuentoj. Ka pasur ndryshime kolosale derisa vjet në vitin 2024 u zhvendosa komplet rrënjësisht në Shqipëri. Dhe kjo përkoi pikërisht me kalimin e parë të Plutonit tek shenja ujorit. Pra, herë e parë që Plutoni kaloi në shenjën tjetër, pra, kaloi në grupin tjetër të shenjave. Prandaj, ajo çfarë duhet të them për shenjat fikse është mësoni me ndryshimin, sepse ai është miku juaj më i mirë në këto momente. Në momentin që ju nuk ndjeni rehat, kuptoni që është ka ardhur momenti për ndryshim. Shikoni se cila gjë nuk funksionon dhe pranojeni ndryshimin, sepse ai do t'ju bëjë vërtet mirë, do t'ju rrisë shumë dhe mbi të gjitha do t'ju çojë juve në vendin ku duhet të jeni, pra siç e thash, do t'ju bashkojë juve me detin, me qëllimi që keni në këtë jetë, pra. Siç më ndodhi dhe mua, që jam shumë e lumtur që ka ndodhur kështu. Nuk është për ankesë, në këtë që po them. Ishte një jetë vërtet shumë i gjatë, por unë jam shumë e lumtur që ka ndodhur. Po, tashmë, domethënë, ne Gaforët u çliruam. Vërtet që u çliruam shumë, edhe Birciapët e përjetuan dhe më tepër, sepse Plutoni ishte tek ta, domethënë, ata e përjetuan shumë më tepër. Por edhe Gaforët, Dashi dhe Peshorja e përjetuan goxha shumë. Bile Dashi dhe Peshorja vitin e fundit, domethënë që i përkoi te Plutonit, e përjetuan shumë më tepër, sepse kishin edhe aksin e eklipseve tek ta. A do ketë përmirësime tek Birciapi? Po do ketë, sapo e thash, sepse mbaroi kësaj periudhë. Kush na ka ngelur tani? S'na ka ngelur asnjë. Faktikisht shenjat kardinale. Këto që sapo përmenda, që sapo thashë mbaruan këtë ciklin e Plutonit. Kemi një lajm të mirë dhe një lajm të keq. Lajmi i mirë është ky, është kalimi i Jupiterit tek Gaforia. Kjo është
fantastike, se mos përshende gaforës një është shumë pozitive, sepse do shtohet fati, do shtohen mundësit, do shtohet mirëqenia së të mos për dashin. Ndërkohë që edhe për gaforën, po për dashin pak më tepër. Por nga ana tjetër, do të kemi kalimin e Saturnit tek dashi, edhe ky është ndikimi drejt për drejt tek shenjat kardinale. Tani, nga një anë do vi, nga një anë do na ikje. Kemi disa takime shumë interesante këtë vit. Për shembull, do të kemi Saturnin dhe Neptunin që do të lëvizin bashkë. Gjatë gjithë pjesës që na ka ngelur të vitit. Do jenë te shenja e dashit dhe do të rikthehen të dy tek shenja e peshqve. Do bëhen retrograd, duke filluar nga Koriku. Tani, kur kemi takime të planeteve të tilla, e kam përmendur një herë, kam qenë në një emision në radio, te pika e moskëthimit me Juvel të Durin. Atëherë kam përmendur këtë si gjë, që kur kemi planete si Saturni dhe Jupiteri, të cilët takohen me njëri tjetrin, ose me planetet gjenerativ, siç është Neptuni ose siç është Urani apo edhe Plutoni, atëherë në këtë rast kemi një efekt që quhet thyersi i rregullave, thyersi i sistemit, domethënë, dhe kjo mund të thotë dhe një shpërbërje të sistemit që ne po jetojmë në këtë moment, për shembull. Kur takua Saturni me Jupiterin në vitet 80, kishim luftën e ftohtë, mbarimin e saj e tjerë. Kemi dalja e AIDS e të tjerë. Sepse varet edhe nga shenja kur u takon. Duke qenë se në këto momente Saturn do takohet me Neptunin tek shenja e dashit, po flas çik për çiftin tip sot. Kush do të ndëgjoj? Duke qenë se këta të dy takohen tek shenja e dashit, do më thënë që do të jemi vërtet shumë përparimtar. Në kuptimin që do të jemi shumë aktiv, do të thonë që të krijojmë gjëra të reja, do të jemi shumë kurioz, do të kemi zhvillime të papara në lidhje me mjekësinë, në lidhje me letërsinë, me kulturën, me artin. Nga ana tjetër do të kemi një zhvillim edhe këtu të paparë në lidhje me emancipimin që kemi ne vetë si individ. Pra ajo pengesa që do na sjellë Saturni nuk është fare negative në këtë rast, sepse mund na japi kohën që neve na nevojitet si individ për të rritur. E thashë, po flas që për veten time, dhe këto janë tema që më pëlqejnë shumë, prandaj më që e kapa fillin, po vazhdoj. Po na shefin vetit na, po faktikisht atë po bëj. Dhe na që është një shprehje që më pëlqen shumë sepse përdor një mike ime dhe kam shumë qejf. Gëzojmë që po ju pëlqen. Këto janë tema që jam duken vërtet shumë interesante dhe janë tema të cilat më bën që të futesh në astrologji, sepse astrologjia nuk është thjesht horoskop, domethënë, edhe pse në Shqipëri është shumë e holluar, normalisht sepse këto janë tema që interesojnë më tepër masave, por që astrologjia është shumë e thellë, ka shumë tema sociale në lidhje me natyrën e tjerë. Shkodër për donazhe, po. Edhe diçka tjetër që dua ta përmend, është shumë e rëndësishme, nëse e mbani mend. Një thash që java e parë i përkon pak a shumë e qershorit, do të kemi Jupiterin të vendosur tek grada e fundit e binjakëve. Tani Jupiteri tek grada e fundit e binjakëve do të thonë diçka vërtet shumë pozitive për ne shqiptarët. Arsyeja që është kjo është sepse është e vendosur tek nyja jon veriore dhe kjo do të thonë një shtim në fat dhe një shtyrje drejt qëllimit që ne kemi në jetë. Në këtë rast neve na bën vërtet shumë mirë. Sidomos personat që merren me televizion ose për hapjen e informacionit, domethënë në një farë mënyrë mund të kenë edhe diçka, për shembull, që janë në fushën e tyre, që janë edhe në lidhje edhe me mjekësinë alternative, po ashtu edhe në lidhje me që të them ndryshe. Mund të kenë podcastin e tyre, pra në një farë mënyrë kanë mundohen që të bëjnë emancipimin e masave dhe për të shërbejnë masave. Pra në këto momente mund të kemi persona që do shkëlqejnë vërtet shumë, të cilët mund të marrin një vrull shumë të madh. Pra dhe mund të tërhiqin dhe turma nga mbrapa. Në këtë rast është vërtet shumë pozitive, por siç e përmendë, kjo nuk është se vjen thjesht, sepse është grada e fundit dhe është pak me sfida, domethënë. Në këtë rast, nëse vini re njerëz të tillë, domethënë mbështetjeni.
Kjo është ide. Përshëndetje, po akrepi ç'a bën? Akrepi është mirë. Akrepin duhet jeni mirë, domethënë nëse s'jeni mirë, është problemi tek kjo. Duke në më një shaka, domethënë, por akrepi është një nga shenjat më të ndikuara në këto momente. Jo vetëm pse është shenjë fikse dhe ka kaluar Plutoni aty, por sepse Plutoni në këto momente është në retrograd. Unë këtë po e ndjej vërtet shumë, po e ndjej vetë personalisht, sepse unë kam ascendentin te akrepi dhe jam shumë e ndikuar në këto momente. Bile kjo hënë e plot, nuk e di, pa dica ndikime shumë të çuditshme tek akrep. Ka shumë, domethënë, ka shumë persona që kam njohur këtë, domethënë, gjatë këtij një viti që ka ose shenjë në akrepit ose kanë ascendentin të akrepit, të cilët janë të interesuar me astrologjinë. Domethënë, çështjet ezoterike, këto gjërat e fshehura, njohuritë e fshehura, shenja e akrepit është shumë herë me tërhequr, është natyra e tij, domethënë, që automatikisht nëse jeni këtu keni diçka me lidhje me akrepin, domethënë. Atëherë, muaji që vjen, muaji qershor pra, është një nga muajt më të rëndësishëm të këtij viti. Kemi shumë lëvizje planetare. Blemë të themi stina e binjakëve është shumë e rëndësishme sepse do të kemi shumë lëvizje planetare. 1. Do të kaloj Saturni, do të kaloj tek shenja e Tashit. E kërkoj ndjes. 2. Do të kemi edhe Jupiterin që do të kaloj tek shenja e Gafores. Ato dy do të jenë në kënd negativ me njëjtën, pra kjo ndaj kjo mund të thotë dhe një luftë e brendshme dhe e jashtme. Kemi ndryshime shumë të mëdha në këtë periudhë. Nuk e di domos, jam shumë e lumtur dhe nuk di, kam shumë djegësi brenda për t'i përshkruar. Gjithsesi, por e ndjej veten shumë me fat të privilegjuar, me mirë të themi, që po jetoj në këtë periudhë ku po jetojmë, sepse dhe që duke qenë se kam këtë profesion që kam, domethënë, sepse kam ndryshime aq të mëdha dhe jam shumë e ndjej veten të privilegjuar që mund të ndjek, domethënë, vetë për së gjallë, si bie. Atëherë, këto ishin ato çfarë doja të thoja. Për të gjitha temat, po e përsëris edhe një herë, për të gjitha temat që nuk munda që të flisja sot, sepse normalisht është e pamundur që të mund të flas dhe ti prej të gjitha, mund të më drejtoheni, mund të më shkruani nëpërmjet WhatsAppit dhe Instagramit tim. WhatsAppin dhe Instagramin tim e keni të gjitha rrjetet e mia sociale, e shkruaj poshtë çdo postimi, është komenti i parë domethënë, i çdo postimi. Dhe mund të më shkruani nëpërmjet tyre. Ju lutem më shkruani sepse në 99% të rasteve nuk kam mundësi që t'i përgjigjem telefonit, ose jam në një konsult, ose jam, siç jam tani që jam në lidhje për drejt, që nuk mund t'i përgjigjem telefonit. Prandaj ju lutem më shkruani dhe unë në momentin e parë që kam mundësi ju përgjigjem. Pra, merrni konsultën tuaj, aty mund të flasim me detaje edhe për çështjet e zemrës, në lidhje me shëndetin, në lidhje me karrierën, në lidhje me jetën tuaj personale, në lidhje me shoqërinë, në mënyrën se si ndjeni dhe me rëndësishmja qëllimin që ju keni në këtë jetë dhe si mund ta arrini më shpejt atë, në mënyrë që të ta shijoni më tepër jetën, pra se ky është qëllimi faktikisht. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Është reciproke. Për mua puna që bëj, unë e marr me shumë seriozitet dhe normalisht që në jetën time, ose më të themi edhe person përballë, pranoj veten të tillë. Është e domosdoshme kur je një person që tashmë ne më pak a shumë një figurë publike, edhe pse nuk është se diçka që e dëshiroja, të them të vërtetën. Prandaj dhe domosdoshmërisht je detyruar të përzgjedhësh më tepër. Mirësjellja është edukat, është pjesë e evolimit, domethënë një person që nuk është i sjellshëm, është thjesht i pa evoluar mjaftueshëm. Ai ka rrugën e tij, nuk gjykojmë asnjëri, thjesht ka rrugën e tij. Okej, këto ishin gjithë ato çfarë kisha për të thënë. Shumë faleminderit që morët pjesë. Faleminderit që më lejuat që të flas të shpreh ato të mia. Në qoftë se keni pyetje ose nëse ka diçka që shikoni vini re në shoqëri,
dhe nuk i jepni dot kuptim, për shembull siç ishin këto siç janë çështjet aktuale, mënyrë se si ne veprojmë si shoqëri, të cilat mund të na rëndojnë pak edhe nga ana emocionale. Ju lutem më shkruani, mund të bëhet edhe tema e lidhjes tonë të drejtpërdrejtë të ardhshme. Okej, pra, natën e mirë.